Lavdrimet dhe falenderimet I takojnë Allahut, krijuesit të gjithësisë, atë e falenderojmë dhe prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Atë të cilin e udhëzon Allahu I lartësuar në rrugë të drejtë, nuk ka kush e devion, dhe atë të cilin e largon nga kjo rrugë, nuk ka kush e drejton. Dëshmojmë dhe deklarojmë se I vetmi I cili meriton të adhurohet me meritë është Allahu dhe se Muhamedi është rob dhe I dërguar I Tij. Fjala më e mirë është fjala e Allahut të lartësuar, udhëzimi më I drejtë është udhëzimi I Resulit sallallahu alaihi wasallam. Gjërat më të këqija janë të shpikurat në fe, çdo shpikje është risi, çdo risi është humbje dhe çdo humbje përfundimi I saj është zjarri I xhenemit. Të nderuar besimtar, e porosis veten dhe juve me frikë ndaj të Madhit Allah. E porosis veten dhe juve që ta adhurojmë vetëm Allahun dhe ta madhrojmë vetëm Allahun. Adhurimi dhe madhrimi I Allahut bëhet deri në vdekje të robit. Mirë po dijeni se këto ditë, të cilat janë ditë veçanta e që janë ditët e para apo 10 ditëshi I Dhulhijhes, njeriu ka nevojë që ti drejtohet Madhit Zot me lutje dhe dua, me madhrim dhe falëndrim, sepse këto 10 ditë janë ditët më me vlerë të vitit dhe janë ditët më me vlerë të muajit, dhe andaj robi këto 10 ditë duhet të tregohet I devotshëm, dhe robi në këto 10 ditët e Dhulhijhes duhet të tregohet bamirës. Dhe dini se devotshmëria dhe bamirësia e bën njeriu që ai të jetë larg mëkateve dhe larg gjinoave dhe epsheve. Pra ti Madhi Zot na thot në Kur'an tek sura Hijr ajeti 99 dhe adhuroje Zotin tënd derisa të vijë ty e vërteta, pra derisa ty të vijë vdekja. I Madhi Zot o vëllezër për këto 10 ditë është betuar në Kur'an. Dhe dini se betimi në diçka është argument për vlerën e madhe që ka ai betim. Për atë edhe I Madhi Zot thot në Kur'an pasha agimin, pasha 10 netët. Ibn Abasi radiallahu anhu kur e ka komentuar këtë ajet, pikërisht këtë fjalë të Allahut, pasha agimin, pasha 10 netët, ka thonë se Allah është betuar për 10 ditët e para të Dhulhijhes. Dërsa I dërguri Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, hadithin e Imam Buhariut na thot, nuk ka ditë ku punët më të mira janë dhe më të dashura janë tek Allahu I lartësuar se sa këto ditë, dhe këto ditë janë 10 ditët e para të Dhulhijhes, të cilën ne sot jemi ditën e 3. Të nderuar besimtar, I Madhi Zot po na thot në Kur'an tek sura Hajj ajeti 30, këto janë dispozita. E kush I respekton dispozitat e Allahut, kjo është më mirë për të. Andaj edhe vlera e këtyre ditëve janë vlera të cilat kanë rëndësi dhe kanë peshë të madhe. Dhe djeni se ditët, muajt, netët dallohen njëra prej tjetrës. Sikurse që dallohet dita Arafatit këto ditë dhe që dallohet dita e Kurban Bayramit. Andaj vëllezër, këto ditë e kemi edhe ditën Arafatit. E dita Arafatit I bie të jetë ditën e ejtja. Dhe është mirë që kjo ditë, pra dita Arafatit, të jetë apo ta ka për robi duke qenë agjërushëm. Sepse kur përmendet Arafati, zemra mërzitet, syri përlotet për atë vend të shenjtë. Dita Arafatit o vëllezër është një prej ditëve të shenjta, të muajve të shenjtë, dhe është një prej 10 ditëve më me vlerë, pra që gjendet Arafatin këto 10 ditë që janë 10 ditët e para të Dhulhijhes. Dhe janë ditë të cilat janë të njohura për secilin besimtar dhe për secilin musliman. Sikurse thot Allah I lartësuar tek sura Hajj në ajetin 27, thirrni njerëzit për haxhillok, ata do të vinë këmbë dhe me deve për të gjitha viseve të larta. Allah I lartësuar është betuar në Kur'an, gjë e cila tregon për vlerën e Arafatit dhe madhështinë e Arafatit. Thot I Madhi Zot tek sura Buruj ajeti 3, për dëshmitarin dhe për atë që dëshmon. Ebu Hurajra radiallahu anhu kur e komenton këtë ajet, thot se fjala e Madhit Zot tek sura Buruj për dëshmitarin është për qëllim dita e Xumë, ndërsa fjala e Allahut për atë që dëshmon është për qëllim dita Arafatit, ndërsa dita premtuar në Kur'an është dita e Kiametit. Të nderuar vëllezër, Arafati është ditë kur është plotësuar feja jon, kur është plotësuar dhuntia, sikurse që ka ardhur në hadithin e Omerit radiallahu anhu, se një njeri prej hebranjeve ju drejtua Omerit radiallahu anhu dhe I tha se o prisit besimtarve, ju e keni një fjalë apo ju e keni një ditë në librin tuaj, sikurse të na kishte zbritur neve
Ajo fjalë, atë ditë ne do ta bënim ditë feste, ditë madhrimi, ditë ku nuk do të punonim asnjë gjë, por do ta festonim. Dhe Omeri radiallahu e pyeti se kush është ajo ditë, dhe ai ja përmendi fjalën e Allahut tek sura Maida ajeti numër 3, sot u apërsosa fen tuaj, e plotësova dhuntin timin ndaj jush dhe zgjova që Islami të jetë fe juaj, ndërsa Omeri radiallahu ju përgjigj këtij hebreu dhe i tha, ne e dim këtë ditë, e dim vendin ku ka zbritur ky ajet, dhe ne e dim mbi kën ka zbritur, dhe e dim se ku ka qëndruar i dërguari i Allahut, ku ka zbritur ky ajet, dhe i dërguari i Allahut ka qëndruar i ngritur në Arafat, dhe ky ajet ka zbritur në ditën e Xumah. Të nderuar vëllezër, Arafati është festë për muslimanët. Sikurse ka ardhur në hadithin e Uqba ibn Amirit, dhe hadithi është i saktë se i dërguari i Allahut ka thënë dita Arafatit, dita Kurban Bayramit dhe ditët e Teshrikut janë festë për muslimanët. Kjo ditë është prej kushteve të haxhit madh, dhe ati të cilit i ka ikë qëndrimin Arafat, pa marrë parasysh a ka arsye apo nuk ka arsye, ai nuk ka haxh, sikurse ka ardhur në hadithin e pejgamberit që transmeton Abdurrahman ibn Jabir radhiyallahu anhu, i cili thotë se e poshtë të dërguarin e Allahut Muhammedin alayhi salatu wasalam duke qëndruar në Arafat, dhe pastaj erdhën disa burra, disa njerëz prej Nejdit dhe i thanë pejgamberit alayhi salatu wasalam, o i dërguari i Allahut, na trego se si ta bëjmë haxhin, ndërsa i dërguari i Allahut Muhammedi alayhi salatu wasalam u tha atyre haxhi është Arafat. Arafati o vëllezër është dita krenarisë, ditë krenarie që njerëzit qëndrojnë në Arafat. Siç ka ardhur në hadithin e Abu Hurajrës, se i dërguari i Allahut ka thënë, Allahu krenohet me njerëzit në Arafat para banorëve të qiellit dhe u thot atyre, shikoni robërit e mi erdhën tek unë të lodhur, të pluhrosur nga skajet e largëta, jini dëshmitar se i kam falur unë gjithata. Arafati është dita shpëtimit nga zjarri i xhenemit. Transmetohet për Aishës radhiyallahu anha, që gjejmë tek Imam Muslimi se i dërguari i Allahut ka thonë, nuk ka ditë tjetër në të cilën Allahu nxjerr dhe liron njerëz më së shumti nga zjarri i xhenemit se sa ditën e Arafatit. I afrohet, pastaj ai krenohet me ta para melekëve dhe u thot atyre pra melekëve, çfarë kërkojnë këta njerëz? Andaj o vëllezër, dita ku më së shumti Allahu nxjerr njerëz nga zjarri i xhenemit është dita e Arafatit. Mirë po kjo nuk nënkuptohet që vlen vetëm për ata të cilët janë prezent në ditën e Arafatit, por vlen për gjithë njerëzit, për gjithë besimtarët, për gjithë muslimanët, edhe ata të cilët qëndrojnë në Arafat, por edhe ata të cilët nuk qëndrojnë në Arafat. Sikurse do të vjen hadithi që do të transmetojmë e pak më vonë, andaj Arafati o vëllezër është ditë e lutjes, është ditë ku gjuhët dhe zemrat tona zbuten duke i përmendur fjalët e Allahut të lartësuar dhe duke i përmendur duat dhe lutjet që i dërguari i Allahut neve na ka mësuar çfarë të themi. Sikurse haxhiu, por edhe ai i cili nuk është në haxh, duhet të thotë këtë dua që i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam na ka tregu, dhe këtë hadith e transmeton Talha ibn Ubaydullah se i dërguari i Allahut ka thonë, duaja më e mirë, pra duaja më me vlerë është duaja ditës Arafatit, dhe më e mira që kam thonë unë dhe që kam thonë pejgamberët të cilët kanë qenë para meje është fjala la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Andaj kur vjen dita Arafatit e që i bie te ditën e ajte, me shpresë të jemi agjërueshëm, të ditën ta shpeshtojmë këtë fjalë, ta madhrojmë dhe ta falenderojmë Allahun e lartësuar me lutje dhe me dua. Andaj vëllezër, robi du ta jep mundin gjatë tër vitit, mirë po mundin më të madh du ta shtoj këto 10 ditëshin e Dhulhijhes, e posaçërisht ditën Arafatit, me shpresë që i Madhi Zot na i fal gjinat, na i pranon lutjet tona, sepse edhe nëse ne nuk qëndrojmë me haxhit në Arafat, dini se mirësia dhe mëshira e Allahut i kaplon gjithë njerëzit, siç ka ardhur hadithin e Muadhit radhiyallahu anhu, i cili thotë se nuk ka gjë që më së tepërmi e shpëton njeriu nga dënimi i Allahut se sa përmendja e Allahut. Andaj kur insoni e përmend tërkohën, të Madhin Zot dini se përmendja e Allahut e shpëton ato prej dënimit të tij. Arafati vëllezër është ditë ku nënçmohet dhe përçmohet shejtani. Sepse kur i sheh ai, pra kur sheh zbritjen e faljes së Allahut për robërit e tij, ai nënçmohet, përçmohet, zvoglohet. Dhe këtë gjejmë hadithin të sakt të Talha
Ibn Ubejdullahut, i cili tregon se i dërguari i Allahut ka thënë, nuk është parë shejtani një ditë më i vogël, më i nënshmuar, më i dështuar, më i dhruar se sa në ditën e Arafatit. E kjo nuk është për diçka tjetër, për arsye se i sheh atë ditë zbret mëshira e Allahut, zbret falja e Allahut prej duke i falur mëkatet e robërve, dhe kjo falje pra dallon prej ditës së Arafat, ditës së Bedrit, pra nuk ndodh vetëm në ditën e Arafatit, por ka ndodhur edhe në ditën e betejës së Bedrit. Andaj lum për atë i cili e gjej apo e kap ditën e ajete agjërushëm, sepse agjërimi kësaj dite i fal mëkatet të 2 viteve, sikur se ka në hadithin e pejgamberit alayhis salatu wassalam që e gjejmë tek Imam Muslimi, thotë i dërguari i Allahut, agjërimi ditës së Arafatit, shpresoj tek Allahu të fal mëkatet e vitit kaluar dhe vitit të ardhshëm. Pra këtë ajete e kemi ditën e Arafatit me shpresë që të jemi agjërushëm dhe të madhrojmë dhe falenderojmë Allahun e lartësuar, e lutim të madhin Zot të na e pranon lutjet tona, na i fal mëkatet tona dhe të na jep mëshirën e tij dhe të na shpëton prej zjarrit. Vërtet Allahu subhanahu wa taala është ai i cili dëgjon dhe Allahu subhanahu wa taala është ai i cili i përgjigjet lutjeve tona.